shumë të lenë me kuptu se këta është rrezik që janë edhe të korruptuar. Ka rrezik. Shfaqni dilemat e tilla që mund të ketë korrupsion aty? Unë nuk ju besoj fare. Nuk ju besoj fare. Sepse e ka thonë edhe është ty edhe një hetim ndaj Po, pra atë është për një prokuror, pra ka të bëj me Jack Smithin që ka qenë kryeprokuror i prokurorisë administratë amerikane, Departamenti i Drejtësisë ka filluar hetimet, do thotë ai ka informacione. Edhe kështu që përderisa aty del në pas se ka legitimon pra komplet prokurorin fakti që administrata amerikane atje Departamenti i Drejtësisë është duke hetuar Jack Smithin kryeprokurorin, pra është kryeprokurori i cili e ka nënshkruar atë akuzë. Ata kanë kuptuar se këtu është ndodhur një krim në gjykatën speciale. Pero këta prokurora... Flitet për korupcion, edhe një raport konfidencial që ne kam parë... Flitet për korupcion, flitet për konstruktim të dëshmitarëve. Tash, unë kam shumë takime me njerëz, edhe normalisht edhe na morëm informata, edhe e dim paka shumë se kush mundet me qenë dëshmitar, edhe krejt lidhjet e ty në ju dolin në Serbi, pra mos harrojmë se Serbia ka mujta mi pagu, i kemi edhe rastet e funit, kërcimet... Kur po flisni për korrupsion, për përgjimet e pyes, që tash edhe një herë, mirë po, kur po flisni për korrupsion, keni dilema tek dëshmitarët që mund të të paguar korruptuar, apo tek dëshmitarët, po edhe tek prokurorët. Te prokurorët? Ja, te prokurorët, përderisa hetuhet një kryeprokuror nga Departamenti i Drejtësisë, është një shtet më demokratik në botë, atëherë pse mos me dyshua bëni. është proper me dyshu, të lenë me dyshu. Dhe i përmende këto përgjimet që i publikuan? Pa kemi po edhe aty do të thotë ato përgjimet e dy të akuzume, ata të ferizojt, atë kojtishin, edhe cilët kanë bon përkjekje, do të thotë me lidhë spitalin e Mollapolcit me trafike morgane. Keni informacione për atë zonë, unë kam qenë vetë, kam pos. Prandaj e hapa se tem se po duhet të pyes pra pikërisht për spitalin e Mollapolcit, sepse ka qenë një përpjekje të themi e madhe e Serbisë për ta përmes BIA-s dhe këtyre shqiptarëve këtu. Ishte përmend pra shërbimin e saj. Sidomos spitali i Mollapolcit ishte përmend pra edhe prej këtyre agjentëve të cilët janë në proces gjyqësor tani, por tendenca ishte që ato ta shndronin në një farë lloj shtëpie të verdhë. Kjo është një qëllim i shërbimit serb. Zë Qeriqi, jo i keni trajtuar plagët ato apo jo? Po. Si është vërteta për kemi pas mungesat. Si është vërteta për spitalin e Mollapolcit pra? Po në ato kushte çfarë me... A i shkomendja në e kuj që aty ka mund një pas trafikim armash? Është çmendori, as në këto rrethana sot në spitalet tona nuk mundesh me kry, do thot ato trafike morgane ato të ndryshme, po është çmendori, sepse na kanë mungu bornat, na kanë vdek bashkëluftarët, mungesë terapive, mungesë të operacioneve, në çfarë kushte jemi trajtu pra. Kjo është çmendori me thonë në bjeshk të Shqipërisë atje në malë në një shtallë janë kryi trafike morgane. Veç pak me qitë pak e me logikun në kukë, nuk është doshtë më votu nga Këshilli i Evropës. Aje raport. Nuk është doshtë mi hapë rrugë. Aty ishte lobimi i fort, pra ishte lobimi i fort i Rusisë në atë kohë dhe i Serbisë, pra... Kalej, nëse analizojnë, a mundet më krysët. Nuk mundet më kryu. Kemi pas akuza për trafikin të organe me votu në raport kur e din që s'ka kushte me ndodhë gjonat tilla. Dhe si përfundim, a do të bien pra sipas jush këto akuza Zë Qeriqi dhe tek dëshmitë e dëshmitarëve, do i dëgjojmë dëshmitarët e mbrojtjes më pas, mirë po tek këto të palës të akuzës, pra, a janë dekonstruktuar në proces? Nga ajo që kemi po tek dëshmitarët cilët kanë dhënë deklarata kanë dalë hapur, kemi po se në shumë raste janë marrë me thashë thënë, më ka thonë, kom dëgju, do thotë nuk ka pas asnjë dëshmitari cili e thotë se kom qenë pjesë në një rasti. Pra, të njëjta janë edhe dëshmit e aty në cilët kanë dhënë dëshmit të fshehta, të njëjtë janë me këto të Kaçanikut. Nuk kanë dëshmi, krejt me thashë theme, është një përpjekje me një lus. Do të lutem sepse nuk ka asnjë bazë, asnjë argument.